Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, pastaj po ashtu edhe falenderojmë edhe imamin e kësaj xhamie, Nikoqirin, dhe Nikoqirët e kësaj xhamie, po ashtu falenderojmë dhe Allahu shpërbleft edhe stafin administrativ dhe stafin drejtues kësaj foleje çerdhet e Elisonetit. Me qenë se Hoxha Ali Ashani dha një hyrje edhe një përkufizim bukur rreth vllaznillëkut, rreth temës e cila ka të bëjë me vllaznillëkun, me vëllezërinë islame dhe e shkoqiti në mënyrë të bukur. Allah është përbleft edhe e tregoi edhe rëndësinë e vëllezërisë në fe. Ndërsa ajo të cilën ne do të flasim në çastet në vijim inshallah është se do të përmendim disa gjëra të cilët sjellin deri te përçarja në mes vëllezërve. Pra ka disa gjëra dhe disa shkaqe që sjellin deri te përçarja. Po ashtu do t'i përmendim edhe disa gjëra negative të cilët kanë të bëjnë me vllaznillëkun. Pra disa gjëra negative të cilat kanë të bëjnë me vllaznillëkun, edhe me ata mezhlise, edhe tubime dhe mbledhime, ku mblidhen dhe tubohen vëllezërit tanë musliman. E para prej këtyre gjërave negative, të cilët kanë të bëjnë me mbledhimet e vëllezërve musliman tanë, ajo është se uljet tanë në mbledhime të ndryshme në të shumtën e rasteve janë pa ndonjë farë dobije, ose nuk sinohet prej atyre uljeve ndonjë dobi specifike. Pra ulja në këta mbledhime është e padobishme, pra s'ka kurfar dobije prej kësaj mbledhimi edhe prej kësaj ulje. Pra da e thot Ibn Kaimi, mbledhimet e vëllezërve musliman janë të dy lloje. Mbledhimi i parë është ku është një mbledhim pa kurfar dobije. Pra mbledhim që konsiston vetëm në humbjen e kohës. Pra nuk ka ndonjë qëllimi tjetër pas kësaj. Vetëm që ta humb atë kohën. Ndërsa mbledhimi i dytë, siç thot Ibn Kaimi, Allahu mëshiroft, thot, mbledhimi i llojit të dytë është kur ai mbledhim me të cilën sinohet fitimi i kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala. Mbledhim i cili është i dobishëm. Pra mbledhimi i cili është i dobishëm fillimisht për atë person, individin, për atë grupin në përgjithësi, edhe mbledhim për të cilit kanë dobi besimtarët. Pra mbledhim nëpërmjet të cilit merret një iniciativë për të bërë diçka e hajrit. Pra ky lloj i dytë i mbledhimeve të vëllezërve është prej mezhliseve dhe të mbledhimeve të dobishme. Pra ne e dim se mbledhimet me vëllezërit tanë musliman janë mbledhime të cilët e shtojnë besimin, pra e shtojnë imanin. Pra me vërtet edhe Islami, si feja Islami është domethënë edhe për nga natyra është feje shoqërore. Pra nuk është vetëm feje që një njeri ta mbajë në mënyrë individuale. Pra edhe për atë edhe ka urdhër nga Allah subhanahu wa taala që secili prej neve, jo vetëm është detyrë hoxhallarëve që të propagojnë fejen islame dhe të thirrjnë rrugën e Allahut, mirë po është obligim i secilit person i cili thot fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pra Islami është fe shoqërore. Pra me qenë se thamë ne se Islami është fe shoqërore, pra dhe si e tillë ka edhe shumë adhurime të ndryshme të cilët janë adhurime të cilët bëhen me xhamat. Do të thonë të cilët i kryjmë ne si komunitet musliman. Për shembull falja e namazeve me xhamat është ibadet i cili kryjmë si komunitet. 5 kohërat e namazeve, po ashtu edhe mbledhimi i cili është mamosovik i ditës së xumë, ku të gjithë besimtarët takohen edhe përshëndeten, edhe hajnë, edhe çajnë ndonjë dert të përbashkët të muslimanëve. Pra edhe ka edhe adhurime tjera, për shembull nëse shikojmë edhe zekatin. Zekati është ku pasanikët i ndihmojnë
i ndihmojnë të varfërit. Pra edhe kjo normal e shton edhe atë dashurinë shoqërore në mesin e besimtarëve. Si pikë tjetër, e cila me vërtet është negative dhe e cila ndodhen në mbledhimet e vëllezërve musliman, është se rrim ndonjëherë në mbledhim me vëllezërit tanë musliman edhe nuk e këshillojmë njëri tjetrin. Pra pa dyshim se ne jemi njerëz edhe gabojmë. Pra ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, kul ibni adamu khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Pra të gjithë bita Ademit janë gabimtar, mirë po gabimtar më të mirë janë ata të cilët pendohen tek Allah subhanahu wa taala. Pra edhe ne nuk jemi melek, edhe ne jemi të gjithë njerëz edhe gabojmë. Mirë po Allah subhanahu wa taala e ka bën për ne si obligim që kur dikush prej vëllezërve tanë musliman gabon diçka ose bën diçka e cila është e pajishme, pa marrë parasysh bëhet fjalë për ndonjë gjuna i cili është më i madh apo ndonjë gjuna i cili është më i vogël. Pra është obligimi joni që ne të vetëdijsojmë atë personin edhe t'i tregojmë se kjo vepër të cilën e bën nuk është faktikisht nuk është në përputhje me atë e cila e kënaqen Allah subhanahu wa taala. Pra ndonjëherë ka edhe ankesa për njerëzve të ndryshëm, veçanërisht këta ankesa janë drejt hoxhallarëve ose janë drejt thirrësve në rrugën e Allah subhanahu wa taala, pa marrë parasysh janë ata hoxhallar apo nuk janë hoxhallar. Pra ka vërejtje dhe thonë për ndonjë çështje caktuar, për ndonjë gjëna, për shembull, për pirjen e duhanit. Kur pin dikush duhan edhe ne ndoshta kom baskohej atë tërheqim atij vërejtjen edhe i themi se një vepër e tillë është haram, ose për shembull dhënia e dorës ndonjë femrës me të cilën nuk kemi relacion të afërt fare fisnor. Pra ndonjëherë dikujt edhe mund t'i duket absurde se pse ne non stop u atërhekim vërejtje për një gjë të tillë. Ose për shembull dikush është provu dhe e ka shumë merak muzikën. Edhe ne si hoxhallar ndoshta dikujt i dukemi si absurd edhe banal, duke e përsërit pa ndal këtë çështje, ko pas kohë. Pra dikujt mund t'i duket absurde se pse ne e bëjmë një gjë të tillë. Mirë po, Allah subhanahu wa taala neve na ka tregu se ka pat popull të mëhershëm prej Benu Israilëve, ashtu siç ka ardhur një tregim në surën El-Maide. Kur Benu Israilët kanë qëndruar me dikon në një mbledhim, edhe e kanë pa se dikush bën gjuna edhe gabim, edhe i kanë thonë një herë, kjo vepër të cilën na bën është gjuna. Edhe ka tërheq vërejtjen një herë, dy herë, tre herë, edhe kur e ka përsërit mos shumti, edhe e ka përsërit tepër herë, ka heq dorë prej këshillës. Pra ne, ose ekzistenca e këshillës në kësi raste, duhet të jetë këshill e vazhdueshme. Për atë edhe Allah subhanahu wa taala thot, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", edhe më të vërtet ju këshilloni edhe përkujtoni njerëzit për gjërat, se me të vërtet përkujtimi ju bën dobi besimtarëve. Po ashtu është një çështje tjetër e cila i njollos mbledhimet e vëllezërve tanë muslimanë. Ajo është një çështje të cilën e përmendi edhe hoxha pak më herët. Ajo është përgojimi. Pra, përgojimi, definicioni i përgojimit është që të përmendish për vllahun tënd diçka të cilën ai nuk e ka merak që t'ja përmendish. Ndërsa nëse ti i mvesh atij diçka të cilën nuk e ka, ajo është edhe më e rrezikshme, pra ajo është edhe shpifje kundër atij. Thot Allah subhanahu wa taala në një sure kuranore e cila është përplot me këshilla edukative. Ajo është surja Hujurat. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Al-Hujurat: "Ya ayyuhalladhina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum." O ju të cilët keni besuar, mos tallet një popull me një popull tjetër, se ndoshta ai popull që është i tallur, ndoshta mund të jetë më i mirë se sa ju që tallni. Edhe më pastaj në ajetin më poshtë thot: "Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun." Edhe as gratë mos tallen me gra tjera, për shkak se ata gra tjera mund të jenë më të hajrit se sa ata gra të cilat tallin. Pra, edhe në këtë ajet Allah subhanahu wa taala i ka përmendur edhe gratë, për shkak se gratë e kanë si zakon edhe njihet se në mesin e tyre është i përhapur shpifja
është ndoshta më tepër i përhapur edhe përgujimi e kështu me radhë. Si pikë tjetër apo si njollë tjetër e cila i ka godit mbledhimet vëllezërore edhe e cila i ka prishur raportet vëllezërore në mesin e muslimanëve është edhe kur dikush rrin në mbledhim ose shoqërohet me ndonjë vëlla duke patur tendenca të cilat nuk janë të hajrit. Për shembull, dikush rrin me dikant vetëm për shkak të interesit. Pra ka interes material prej atij edhe për këtë shkak rrin me atë person, ose ka interes, dëshiron autoritet ose diçka tjetër, edhe këtë autoritet dëshiron që ta fitoj duke u shoqëruar me filan personin e kështu me radhë. Ndërsa Allah subhanahu wa taala tregon për një ditë ku kjo gjë nuk i bën dobi askujt. Pra thot Allah subhanahu wa taala al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Edhe ajo ditë, pra në ditën e Kiametit, miqt e afërt, shokut e dashur, të cilët kanë qenë ndonjë të dashur, mirë po nuk janë dashur për hir të Allahut, por janë dashur në mes veti për hir të ndonjë interesi të kësaj dunjaje. Edhe Allah subhanahu wa taala thot, dhe atë ditë ata që janë dashur me njëri tjetrin, në atë ditë janë dushman dhe armik të njëri tjetrit. Pra ky ajet na mëson se shoqëria jonë edhe shoqërimi me vëllezërit tanë nuk duhet të jetë e bazuar në interesa materiale ose në interesa të kësaj bote, mirë po dashuria vëllazërore në mes neve duhet të bazohet mbi parime sheriatike, mbi parimet e dashurisë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej gjërave negative që i ka godit mbledhimet e vëllezërve tanë, po ashtu është se disa vëllezër gjatë shoqërimit me vëllezërit përgjithësi ndoshta i keq përdorin pasurinë dhe nuk ja respektojnë pasurinë e dikujt tjetër. Ndoshta dikush është punëtor i ndonjë vllaut tan musliman, ndërsa nuk ka kujdes se si ja harxhon atë pasuri, edhe ndoshta nuk ja harron atë pasuri vllaut të vet musliman. Pra kjo me vërtet është një musibet, një fatkeqësi e madhe, e cila ndoshta edhe prish marrëdhëniet vëllezërore në mesin ton si musliman. Pra ndoshta bën vaki ndonjëherë edhe ndodhan që ta prish veturën. Edhe shkon ja merr vllaut tan muslimanat veturën. Ndërsa kur e ke ti veturën tënde ndoshta e vozitën 100, 120, 130. Ndërsa kur e merr veturën e vllaut tan musliman, atëherë ndoshta da çosh atë veturën da ngajsh 200 km/h. Pse? Kjo tregon se ti nuk e respekton pasurinë edhe atë të cilën e posedon vllau jot musliman. Pra me vërtet kjo është problematike. Pra ne duhet ta ruajmë edhe ta respektojmë pasurinë e njëri tjetrit edhe mos e nëpërkambim. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, edhe nuk ka besu askush prej juve përderisa nuk e dëshiron për vllaun e vet atë të cilën e dëshiron për veten e vet. Po ashtu një gjë tjetër e cila na ka godit neve si muslimanë është se ne nuk u ambulojmë mangësitë vëllezërve tanë. Pra nuk u ambulojmë mangësitë. Pra secili prej neve është i mangët, askush prej neve nuk është perfekt. Mirë po ndonjëherë në mbledhime bisedojmë ose hapet si temë ndonjë prej vëllezërve tanë musliman. Edhe në kësi raste, ndoshta dikush përmend ndonjë mangësi të atij. Mirë po ne si musliman duhet mundohemi që mangësitë e atij t'i ambulojmë. Pra t'i ambulojmë për shkak se kush i ambulon mangësitë vllaut të vet musliman, Allah subhanahu wa taala ka me ambulu mangësitë në ditën e gjykimit, ku thot Allah subhanahu wa taala në atë ditë yawma tublas sarair, dhe në atë ditë ku zbulohen edhe publikohen fshehtësitë. Pra në vijim do t'i përmendim disa shkaqe të cilët shpijejnë deri te përçarje. Pra cilët janë ato shkaqe të cilët shkaktojnë përçarje në mesin e muslimanëve. Padyshim se gjëja e parë e cila shkakton përçarjen në mesin e muslimanëve është padyshim largimi prej fesë Allahu subhanahu wa taala.
largimi prej mësimeve kuranore, largimi prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, do t'i pasoni disa popuj, pllomb pas pllombe, krah pas krahu, edhe sikur se ata të hyjnë në birën e ardhucës, edhe ju keni me u fut në birën e ardhucës. Pra kjo çka do të thot? Kjo do të thot se njerëzit vazhdimisht në mënyrë graduale do të mundohen edhe do të largohen prej rrugës Allah subhanahu wa taala, që në gjë normale, si rezultati i kësaj do shkakton përçarje në mesin e muslimanëve. Pra, si shkak tjetër i cili çon në përçarje në mesin e besimtarëve, është po ashtu edhe një gjë e cila elhamdulillah ko pas kohe tash është aktualizuar, ajo është pasimi i bidatit, gjithsesi pasimi i shpikjeve në fe. Për ato thot Allah subhanahu wa taala, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Edhe mos i pasoni rrugicat ashtu që të përçaheni prej rrugës time. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, wala takunu min al-mushrikin alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Që do të thot, edhe mos u bani prej mushrikëve, të cilët e përçahen fejen e tyre, u përçahen në fejen e tyre, dhe secili grup prej tyre është i kënaqur me atë të cilën e ka. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, kam lënë di gjëra për të cilën nëse ju kapeni asnjëherë nuk keni me deviju. Pra ata janë libri i Allahut edhe sunneti im. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith tjetër, kapuni për sunetin tim edhe për sunetin e halifeve të drejtë. Kapuni për këta sunete me dhëmball. Edhe dine se veprat më të këqija janë veprat e shpikura. Edhe dine se çdo shpikje është bidat, edhe çdo bidat përfundimin e ka në zjarr. Si shkak tjetër i cili shkakton përçarje edhe fitne në mesin e vëllezërve musliman është dashuria për dunjë. Dashuria për të mirat e kësaj dunjaje. Pra, kur njeriu ka dashuri të madhe për çështjet të cilat kanë të bëjnë me këtë dunjë, në shumicën e rasteve i jep përparësi vetes vet. Edhe interesin e vet personal e vën në radhë të parë. Për ato edhe ishte një ajet të cilin e përmendi edhe hoxha pak më herët, edhe tha, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ajeti që është në surën Hashr ku Allah thot, edhe ata, pra në klapa sahabët, edhe ata i japin përparësi njëri tjetrit, edhe duke qenë ajo përparësi që ja kanë dhënë dikujt tjetër, edhe ajo nëse ajo i bën dëm atij personit. Pra të tillë ishin sahabët, i jepni përparësi njëri tjetrit edhe nëse ajo ishte në dëm të tyre. Pra Allah subhanahu wa taala këtë ajet në të cilin Allah subhanahu wa taala i ka lavdruar gjenerat, e cila ka qenë gjenerat e bekume, të cilët padyshim se janë si mostër edhe si shembull për ne si besimtar. Pra, ky islam i cili është i përhapur sot në lindjen perëndim, edhe në veri edhe jug, padyshim se ky bereqet i madh në këtë umet, edhe nga fakti i numrit të madh të besimtarëve në të gjitha anët e botës me vërtet tregon se për këtë islam dikush ka dhënë sakrificë. Pra dikush ka dhënë sakrificë që ky islam është përhap në trojet tona, që ky islam është përhap në lindje edhe në perëndim. Pra ka pat njerëz të cilët e kanë fliju veten e vetë dhe kanë sakrifikuar gjën më të shtrenjtë për çka? Për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Padyshim se në kryet këtyre njerëzve të cilët e flijuan më të shtrenjtën ishin sahabët në kohën e të cilëve u përhap islami për një periudhë të shkurtër në 3 kontinente. Pra, një gjë tjetër e cila po ashtu i ka përçajt safet e muslimanëve, edhe ka prish vllazërin në mesin e muslimanëve, është edhe një çështje të cilën diskutuam shkurtimisht në një tribun, e ajo është çështja e nacionalizmit. Pra urrejtja nacionale, urrejtja racore. Edhe ndonjëherë në kontekst më të ngushtë, urrejtja ose lokalizma. Pra urrejtje
për shembull vetë mes shqiptarëve si shqiptar, për shembull unë urrej filanin pse unë jam tetovare urrejat, pse unë nga Shkupi ose pse është nga Kosova, ose pse unë është nga Shqipnia, ose urrejt janë baza racore. Këtë nuk e du pse ki është zezak, këtë nuk e du pse ki është arab e kështu me radhë. Pra kjo është përçarje dhe një musibet i madh i cili i ka godit vëllezërit tan musliman. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka bën të qartë se shembulli i muslimanëve është sikurse një trup. Nëse një pjesë e trupit ndjen dhimbje edhe ka temperaturë, i tërë trupi vuan prej temperaturës. Pra nëse ka dhimbje një pjesë e trupit, i tërë trupi vuan nga mosreatia. Edhe i tillë është edhe shembulli i neve, shembulli jon si musliman. Pra edhe ka pru një prej dietarëve të ershëm Ibn Taymija, Allahu më shiron që se nuk gaboj, edhe ka thënë shembulli i besimtarëve është sikurse shembulli i dorës edhe i syrit. Pra kur syri loton, gishti edhe dora e fshin. Edhe kur dora dhem, syri loton. Pra i tillë është edhe i tillë duhet të jetë shembulli i neve jon si besimtar. Po ashtu një gjë tjetër e cila e shkatron vllazni llokun në mënyrë të vazhdueshme, ajo është ndëgjimi i gënjeshtrave. Pra padyshim se duke filluar nga ata të cilët janë profesionalistë në media ose ku ta di unë, ose në gazetari, ndoshta ata të cilët e kanë për obligim që neve na njoftojnë për realitetin ose për diçka e cila ndodh, mua ata janë të cilët më shumë t'i gënjejnë. Pra edhe atë gënjeshtet në mënyrë profesionale. Ndërsa ne si musliman duhet që t'i marrim fjalët të cilët shpifen, duhet që t'i marrim me rezervë dhe t'i vërtetojmë lajmet të cilët na vijnë. Pra ki është menhexhi dhe metodologjia Allah subhanahu wa taala të cilën Allahu neve na mëson në Kur'an. Ku thot Allah subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ajeti pashnosh në surën Al-Hujurat, që do të thot: "O ju të cilët keni besuar, edhe kur t'ju vijnë juve ndonjë gjunahqar i madh me ndonjë lajm, atë lajm ju vërtetone. Ashtu që mos e goditni një popull, ai duke qenë ai popull në neglizhencë për asë çka është ndodhur. Pra ai popull ndoshta nuk din se për çka tu u bën fjala, ndërsa ju vetëm se ju ka ardhur një lajm, ju në këtë mënyrë duke vepruar pa mos me e vërtetuar lajmin, e goditni me diçka një popull i cili është neglizhent edhe nuk e din se për çka bëhet fjalë. Po ashtu një gjë tjetër i cila i prish raportet në mes neve si musliman, ajo është mospatja e mendimit të mirë për besimtarët. Pra kjo me vërtet mungon në raportin ton ose në raportet tona me vëllezërit tanë musliman. Pra nëse e shohim ndonjë vëlla ton musliman të cilin për shembull e dim se është i martuar, edhe gruan e ka me shamin, ndoshta një ditë e kemi pa për rrugë ose e kemi pa në veturën e tij një femër të cilën nuk e njohim. Pra mos u ngut vllai dashur, se atë të cilën ndoshta ti nuk e njeh, ndoshta atë e ka motor, ndoshta e ka non ose ku ta di unë. Pra mos u bën prej atyre të cilët nguten në dyshim. Pra duhet kesh mendim të mirë për vllaun tan musliman. Për ata edhe njëri prej dietarëve bashkëkohor e sillte një shembull, subhanallahu, një shembull i cili është shembull logjik, ku thot ndonjëherë thot e kemi pa të gjithë ne dim ta përdorim teknologjinë, edhe ndonjëherë për shembull e dush kërkojsh diçka në internet, në Google për shembull. Edhe do ta kërkosh ndonjë person. Për shembull, në vend që ta shkruajsh emrin Enis, e ke shkruajt Ensi. Edhe e ke shtyp search. Edhe çka del aty? Aty ndoshta del edhe shkruan Didjumin Enis, a mos e pate për qëllim ta shkruajsh emrin Enis, se e ke shkruajt Ensi, apo? Pra edhe kompjuteri si kompjuter është e kanë bën atë mënyrë që, si me thanë, në bazë të asaj inteligjencës artificiale të ketë mendim të mirë rreth asaj të cilën ti e kërkon. Pra edhe ne si musliman, gjërat të cilat ne i shohim dhe i ndëgjojmë, duhet të jemi të kujdesshëm, edhe të kemi mendim të mirë për vëllezërit tanë musliman.
Po ashtu edhe pak inshallah edhe do ta përfundojmë. Po ashtu një gjë tjetër e cila i ka prish me vërtet relacionet në mesin e vëllezërve tanë musliman, ajo është mospajtimi në disa çështje. Pra është shumë normale që të ketë mospajtim në mesin tonë. Pra s'ka mundësi që ne si njerëz në gjitha pikat të jemi të përbashkët. Padyshim se do ketë diçka me të cilën ne nuk do pajtohemi. Mirë po, esencat ne si muslimani kemi të njëjta. Pra përderisa pajtohemi në esenca, atëherë ka mundësi që t'ja falim njëri tjetrit për çështje të cilat janë ditësore, edhe çështje të cilat janë të vogla. Po ashtu një gjë tjetër e cila i ka prish relacionet e muslimanëve, edhe i ka prish relacionet e vëllazërisë përgjithësi, ajo është mos arbitrimi në ligjin e Allahut subhanahu wa taala edhe mos arbitrimi në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndonjëherë ne si musliman kemi një kontest, edhe kemi një mospajtim. Pra qoftë mes ne si shoqëri, si shok në islam, ose vëllezër musliman, ose në çështje të cilat janë për shembull çështje bashkëshortore. Edhe çka bëjnë këta dy palët? Arbitrohen në ligje tjera përpos ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Arbitrohen në ligje të huaja. Ndërsa Allah subhanahu wa taala neve në surën Al-Maide thot: "Afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." A thua vallë ligjin e xahiliyetit ata e duan, edhe a ka ligj më të mirë se sa ligji i Allahut për një popull i cili mendon. Po ashtu edhe Allah subhanahu wa taala ka thënë në surën An-Nisa: "Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Edhe nëse se keni mos pajtime për diçka, atëherë kthehuni te Allahu edhe te i dërguari i tij, nëse jeni për atyre të cilët besojnë Allahun edhe ditën e Kiametit. Po ashtu edhe ditësitë e fundit apo ditëdukuritë e fundit të cilët kanë shkaktojnë vazhdimisht përçarjen në mesin e besimtarëve është tallja e tepërt. Pra tallja e tepërt në përmbledhime të vëllezërve. Pra bërja hajgare me njëri tjetrin. Padyshim se nëse në mënyrë të vazhdueshme bëhen hajgare, ose bëhet nëse vazhdimisht bëjmë hajgare me ndonjë person, padyshim se ka me mbet ndoshta një njoll, ose ka me mbet në zemrën e atij diçka prej urrëties. Pra ka mundësi që kjo gjë e vogël, kjo hajgare e tepërt e cila përsëritet, ka mundësi që të shkakton përçarjen mesin e muslimanëve. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzi'u bainahum inna ash-shaytana kana lakum aduwwan mubina." Edhe thua ju robërve të mi që të flasin vetëm atë e cila është e mirë, sepse shejtani hyn në mesin e atyve. Se me të vërtetë shejtani është dushman edhe armik i juaj. Po ashtu edhe gjëja e fundit me të cilën inshallah do ta përfundojmë ligjëratën, ajo është pika e fundit, dhe e cila nuk është pika e fundit, por është pika e fundit për sa i përket kësaj ligjëratës tonë, për shkak se ka shumë pika të cilat edhe ne nuk, ndoshta edhe s'kemi mundësi që t'i përmendim për një ligjëratë të shkurt, mirë, po jemi shkurtuar dhe jemi mjaftuar vetëm me përmendje disave. Ajo është pasimi i epshit. Kur njeriu e pason epshin e vet, i pason pasionet e veta, edhe lemon një anë udhëzimet kuranore, udhëzimet e sunetit, edhe kjo gjë shkakton përçarje edhe fitne në mesin e besimtarëve. Edhe me kaq që përfundojmë akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah